gjykata e Hagës, ka të quhet gjykata e Hagës o gjykata e Kosovës? Është gjykata e Kosovës. Është në rasti gjykata e Kosovës? Po, është ngrit me ligj nga Parlamenti i Kosovës. Në parlamentit, po. Është gjykata e Kosovës, por gjykon në Hagë për vendodhje. Gjykimi atje janë ndërkombëtar, nuk janë kosovar. Është gjykata që vepron në bazë legjislacionit të Kosovës. Po. Dhe ka personel ndërkombëtar. Dhe kjo është e keqja, pastaj. Çfarë ndodhi? Është rasti në të drejtën ndërkombëtare, po. Është rasti i vetëm, nuk ka rast të dytë kur një gjykat ngrihet nga një shtet dhe operon një shtet tjetër. Operon në një shtet tjetër. Por nuk ka rast. Nuk është gjykatë ndërkombëtare. Është gjykatë shqiptare me legjislacion. Gjykatë shqiptare nuk është ajo se ata janë. Është gjykatë shqiptare. Asnjë nuk është shqiptar atje. Nuk ka, është me personel ndërkombëtar. Po. Gjykata vepron në bazë të ligjeve të Kosovës. Po. Pra ne po të them unë ty sepse është një akt themelimi në Kosovë.